Analisti Driton Tali ka hedhur poshtë pretendimin se Kisha Ortodokse Serbe ka fituar autoqefalin në vitin 1219. Sipas tij në atë vit Shënsava ka marrë vetëm Hirotonin, shugurimin si peshkop në Nikea dhe jo Tomosin, dokumentin zyrtar që garanton pavarësinë kishtare. Tali i reflektohet një deklarate të patriarkut ekumenik Bartolomeu I parë, I cili ka theksuar se po festohej 800 vjetori I shugurimit të Shënsavës dhe jo autoqefalisë së Kishës Serbe. Ai nënvizon se në arkivat e Patriarkanës së Konstantinopojës nuk ekziston tomos I vitit 1219 për Kishën Serbe, ndërsa tomosi I vetëm zyrtar daton në vitin 1878. Sipas Talit, kjo dëshmon se Kisha Ortodokse Serbe është bërë autoqefale vetëm në vitin 1878 dhe jo në mesjet, siç pretendohet nga historiografia serbe. Në vim, shkrimi I tij plot. Historia serbe funde krye rena. Tashtina del se Kisha Serbe nuk e ka marrë autoqefalin më 1219 për Shënsavën, veç e ka marrë Hirotoninën. Pra atëherë më 1219 Shënsava veç që ka shuguruar në peshkop. Kështu, pas ka deklaruar Bartolomeu I parë, peshkopu ekumenik I Konstantinopojës, apo siç e quajnë ndryshe Papa Ortodoks, kur ishte ftuar për të festuar 800 vjetorin e autoqefalisë së Kishës Serbe. Nëse Zoti do të vi në Beograd në vjesht me ftesë të patriarkut Irenei, sepse janë ftuar për festimin e 800 viteve nga historia e Shënsavës. Pra, Shënsava në Nikea më 1219 pas ka marrë Hirotonin nga patriarku Manueli I parë, por në jurisdiksionin e perandorisë romake dhe patriarkut të Konstantinopojës, pa nxjerrjen e tomosit, dokumentit që jep pavarësi të plot kishtare. Pra, sa për sqarim, hirotomia është kur një person shugurohet, promovohet në peshkop, kurse tomosi është dekret zyrtar me shkrim I lëshuar nga Patriarkana Stamboll, me të cilin një kishë pallet autoqefale e pavarur. Pra, pa tomos nuk ka pavarësi autoqefali dhe në rastin e Kishës Serbe, tomosi I 1219-s nuk ekziston në arkivat e Patriarkanës, ekziston vetëm ai I vitit 1878.